Një Dinamo Vllaznia është gjithnjë një menu e shkëlqyer për futbollin shqiptar. Ani pse blut që fituan 3-0 në Shkodër fazën e parë nuk janë më ata të dikurshmit, por ama luajnë fushën e tyre, ndërsa shkodranët janë trimëruar pa kufi. Në Tryezë, për ata që pëlqejnë të ushqehen shpirtërisht me Superligën dhe me javën e saj të 16, kemi edhe një duel të bregut të detit, flamurtari Teuta, por edhe Skënderbeun që pret në Korçë Elbasanin e përmbytur nga hallet, ndonse jo nga ujërat. Ato të ndërpres Dinamo serinë 6 ndeshjeve pa fitore. Ato ta shtojë Vllaznia e curim pozitive nga 9 në 10 takime radhazi. Këtë do ta tregoj fusha që me stafës, ndërsa Vjerësin Sinali me shok duan vetëm një gol, sikur edhe vetëm gjysmë goli, mjaft që të marrin 3 pikët dhe të qëndrojnë pranë lënjatëve e korçarëve, që me shumë gjasa pritet të fitojnë ndeshjet e tyre. Për fat të keq, trajneri Blanco nuk do të ketë Bakën e Aurelesin të pezulluar, ndërsa Vila është në dyshim. Nga Shkodra të thonë se nuk kanë dëmtime, ndërsa siç ndodh shpesh, premtohet të vijnë autobus falës për tifozët që do të kenë dëshirë ta ndjekin skuadrën në Tiranë. Për flamurtarin ka ardhur koha e reagimit, ndonse disfatën e Ballç nuk e ka prekur vendin e parë dhe distancën me të dytin. Gjithsesi, skuadra e Maganit e ka të qartë se Teuta është krejt e paparashikueshme dhe se nuk do të thotë gjë humbja e dursakëve në fushën e tyre me pesën. Së fundi në Korçë, një renditje ndeshjesh i detyrohet më shumë shkallës jo të madhe të vështirësisë së këtij takimi. Trajneri Muça, pasi u ankua për mënyrën e trajtimit të përballjes në Shkodër, do të hedhë në fushë treshën sulmuese Jolić, Bërkić, Soza. Kjo për sa i përket të enjtës, ndërsa të premten vijohet me Laçi Tirana, një përballje që bardhë blut 9-0 e presin me shumë shqetësim, ndonse haptazi nuk deklarojnë frikën që kanë. Ndërsa nga pala Kurbinase ka respekt për bardhë blut, synim për të fituar, por edhe ndërgjegjësim se edhe barazimi do të ishte një rezultat krejt i parenueshëm dhe pozitiv. E premtja sjell edhe 2 sfida për mbijetesë në superiore, siç janë ato Besa Shkumbine dhe Kastrioti Bylis. Këto janë 4 skuadrat e fundit, nëse përjashton Elbasanin. Më nevojtare për pikë është Besa e Daiut dhe Bishdili. Ka vetëm 12 dhe një sukses do ta ngjisë në 15, 5 pikë larg Peqinasve. Po ashtu edhe Bylis ka nevojë urgjente të ngjitet, veçse në Krujë është tepër e vështirë. Kastrioti njihet si një skuadër tipike fushe.